Në moj, të qofsha fal, ja ku endem prapi gjall, me një mal e me një zjarë, të puth malet mu në bal, të puth fusha, të puth dete, të puth shpata e dy feqe, të puth foshja në djepe, lule kombi, shpresjete, ti them botës isha gjall, dhe në dimër pa shalar në behar pa behar, se në rënjën e i shprese, dhe në lidhjen e një bese, dhe në tegun e i shpate, dhe tupani i dasme, dhe në qumshin e gjirit, dhe në dridzat e syrit, dhe në fjallën e qiririt, kam jetuar bot plak, i pa djegu në flak, thell natës i parnak. Sheku i bese, ka qak në male, ngrita këngën e dezazjare, dezazjare të liris, mu në gjak të Shqipëris. Blodha gjakun ku kishte rën, mu në shkronja për ta vën, të këndoj ajo këngë, bota që kur zën, Shqipëria gjallë ka qën. Në tërbim të Jataganit, shpalla vdekjen e sultanit, shpalla vdekjen e krajlive, mu në peri në kufive, dhe ungrita armelar, general mbi general, ja ku erdhëm frymlir, ku që zinë hapsir, i përmallur po ma frym, puthat dheun dhe lavdin, marigot e buletin, gjithë malet o që vin, ta ribëjmë Shqipërin, greu Ismail Qemali, shtylle bardhi dali, djelit më prek balin, ti them botës, roj, o bot, sa të rojnë në atok, sa të rojnë në vet, sa të rojnë një legjend trimërie, shpirti gjallë, Shqipërie. Faleminderit. Geraldo, faleminderit ty, po prisja pak që të merja ato emocionet që çdo publik që të ka ndjekur tani ka marrë prej zërit tënd, prej fuqisë tënde. Geraldo Dervishllari është nxënës i klasës së 8 në shkollën Muhamet Esad Minarolli në Pogradec dhe ka zgjedhur t'ju përshëndes me këtë poezi që ka një mesazh të fuqishëm brenda. Të falenderoj shumë. Faleminderit juve. Ti ke qef poezin, ke qef të recitosh dhe nuk është era e parë në fakt që ti po reciton një poezi të tillë, një poezi me mesazh të fuqishëm, ke qenë në krah të recituesve shumë të njohur të vendit ton. Kështu që të falenderoj që ka ardhur nga Pogradec me mamin tënd për të përshëndetur publikun ton dhe për të treguar që ke një talent i jashtëzakonshëm. Pse të pëlqen të recitosh? Kjo është trashëgim nga gjyshi im, se gjyshi im shkruante shumë poezi. Ti edhe shkruan apo reciton? Jo, unë më shumë recitoj. Dhe shkruaj dhe ese. Shkruan dhe ese. Sa poezi ke mësuar? Di shumë poezi? Shumë. Bravo të lumt. Ti ke dhe pasionet të tjera, Geraldo, përveç mësimeve, edhe përveç faktit që je një krenari e shkollës ku ti studion, ku ti mëson, apo jo. Shokët dhe shoqet e tua ndjen krenar për ty? Besoj se po. Ke marrë dhe jetë mira me to? Luan? Po. Pasion tjetër i Geraldos është edhe shau dhe mësova që në familjen e tij të gjithë luajnë sha, e kanë të trashëguar dhe këtë lojë brez pas brezi. Jam brezi i tretë që luaj sha. Fiton? Fitoj, po. Ke marrë pjesë në familje, po. Në familje po e po, po ke marrë pjesë në kampionate, apo jo? Në qarkun e Korçës, nëpërmjet shkollave të qarkut, kam dali 4-ti dhe i pari në grup. Bravo, të lumt. Çfarë përfiton një nxënës si ti, një djalosh si ti nga shau? Zhvillon mendjen. Fiskultura e mendjes temi ne. Sa orë të merr luajtja me shah? Luaj 2-3 orë maksimumi. Po duhet të bësh dhe pushime se të lodh dhe trurin, se është sporti i mendjes për një arsye. Tani, ky sport i mendjes i shaut të ndihmon shumë ti që të mbash shumë mend poezitë që reciton? Po. Shikon, benefitet e një pas njëshme. Se duhet mbash mend dhe hapjet në shah, edhe si duhet mbash me shumë gjëra në shah. Tjetër pasioni yti, se ti nuk ke vetëm këtë pasion, shaun edhe poezin. Ti ke pasion edhe pianon, apo jo? Po, jam vetëm amator, nuk luaj shumë mirë. Po ke filluar? Po, më pëlqen pianoja. Bukur fort, me mësime si e? Mirë, kam rënë pak. Pse ma thua këto, more? Po pse? Ke rënë pak? E ndjen ti apo ta thonë të tjerë? Po pse ke rënë? Nuk e kohë të mësosh, apo?
Janë të vështira mësimet? Aktivitetet. Aktivitetet të kanë lënë pas dore. Po si mendon ti që këtë ekuilibrëm të rrisim pak? Do të fillojmë të ajnojmë më shumë të mësimet, apo jo? Por këtë prioritet ke për momentin? Më shumë të gjitha dhe t'i bëj. Të gjitha dhe t'i bësh. Cila e lënë të pëlqen më shumë? Geografia dhe historia. Te geografia, se kishe dëshirë të madhe dhe kuriozitet të madh për të studiuar astronomin, apo jo? Po. Çfarë të pëlqen ty te astronomia? Më pëlqen se sa bukur është ky univers. Edhe ti e studion aty, shikon video, lexon për Fakte interesante. Fakte interesante, bukur. Çfarë mendon ti një ditë që do bëhesh ti në jetë? Ku do përqendrohesh me gjithë këto dëshira dhe pasione dhe ëndra që ke? Aktor. Aktor! Mirë shumë. Ke një mesazh për bashkëmoshatarët e tu? Në fillim duen të ruajnë gjuhën, ta trashëgojnë, të jenë krenar për Shqipërinë dhe të ndjekin ëndrat e tyre. Të ndjekin ëndrat e tyre, të luftojnë për to fort, mos dorëzohen kur. Me qenë se tani në këtë mosh, dihet marrëdhënia që kanë bashkëmoshatarët e tu me internetin. Sa kohë kalon ti në internet, në ekrane? Nëse do të quajmë shahun se dhe ai është ekran, se unë luaj në internet, edhe me familje në tabel, do të shkoj një 2 orë, 3 orë. 2 orë, 3 orë. Tjetër çfarë shikon në internet? Fakte interesante për astronominë, si shtash, për gjeografinë dhe historinë. Dhe historinë. Bravo, Geraldo. Ti ke edhe një vit pas e kalon në gjimnaz, edhe do të vazhdosh pastaj për degën që ti ke ndëruar gjithmonë. Por mendoj se me kalimin e viteve ndryshojnë dhe në qikto dëshirat dhe orientimet. Po, patjetër. Të uroj shumë suksese. Faleminderit që erdhe në shoqërinë e mamit tënd që të ndjek kudo në pasionet e tua për të recituar dhe për të treguar bashkëmoshatarëve se po, mund të qëndrojmë dhe jashtë ekraneve, mund të kemi dhe pasionet të tjera. Përshëndetemi me Geraldon, faleminderit shumë, ndërkohë do të kalojmë në kuzhinën tonë të fillojmë me recetat. Faleminderit edhe një shumë suksese në mësime. Faleminderit.